processuale. Kush janë ekspertët që Vazhdojmë tutje të ndëruar miq me pjesën e dytë të këtij emisioni dhe pjesa e dytë është zakonisht rezervuar për mysafirë të ndryshëm. Për sot kam të ftuar Arjanit Hotin, aktor, producent, e kështu me radhë do të flasim pak a shumë për punën, aktivitetet e tij që i ka bërë dhe që po i bën, pse jo edhe për sfundmi për politikën pak që jo rrallëherë i shohim edhe aktorë që janë pjesë e politikës. Arjanit, mirë se erdhe. Mirë se gjitha kënaqësi. S'po fillojmë me politikë, fillojmë me Mustanina, në qenë se jemi mush me politikë, do nëse është pjesë e jona e përditshmërisë, kemi ka ikmi edhe politikës. Mrapa nesh i kemi disa foto të cilat janë në Google prej punëve tuaja, që ka shumë punë që i bëjnë, shumë pak foto të publikuara. Gjithsesi, puna e shumë aktorëve është vlerësuar nga prodhimi që është bën nga shikueshmëria dhe nga audienca. Sa është e lehtë sot me qenë aktor, të pas parasysh se si jemi para 15 viteve ose 20 viteve ku një serial, një projekt ka qenë me një medium të caktuar dhe je i promovuar me stina. Sot nëse nuk punove, mbetesh dhe thotë shtëpia pa promovuar për shkak se mediat nuk janë të interesuar shumë edhe me pas projekte të mëdha siç po bëhet sot. Zota pak. Jo. Çfarë, sot është shumë më vështirë me qenë aktor. Nuk është vështirë me marrë titullin aktor, po vështirë është me jetu si aktor. E përmena edhe ti, domethënë para 10-15 vjetë, ku zakonisht një serial ose maksimumi 2 seriale kanë qenë në treg, nuk kanë qenë, nuk u konë Instagramin, nuk u konë TikToku, edhe këtë që ke mujtë me po, YouTube u konë, po u konë, nuk u konë që ka që... Së konë i përhapën si kërësat. I përhapën si kërës sot, edhe u konë ma ndryshe për një aktor. U konë shumë vështirë me u kyqë me një projekt, me një serial, Shukon Kafeneja jonë, Familja Moderne, Tre Gjerman të Trashe, kësi seriale. Po ata aktor që kanë hyjë atë, do më thonë ata e kanë ditë, një farforme e kanë ditë lezetin profesionit. Sepse edhe u që mu shumë a shumë një aktor, edhe nuk ka pas shumë tjerë përveç aktor, këngëtar, gazetar edhe politikan. Sot i ki edhe një 20 ose 30 shtresa tjerë që qytetarët ose publiku i nje, qoftë përmes TikTokit, përmes Instagramit, tash shpitojnë edhe këtyne influencera e që po dijone. Kështu që sot për me jetu si aktor, është, po mënej, pak ma vështirë se sa ma herët. Por me depërtu në... Me depërtu është ma letë, është ma letë, po nuk janë as benefitet që kanë qenë ma herët, po edhe për shkak të kontentit, për shkak të prodhimit shumë, që ka të serialin, emisione dhe që po dijone, nuk është mo që mund është me pas benefitet shumë, se tash ka bëll aktor, ka bëll këngëtar, ka bëll influencera, ka bëll njerëz që dalin para kamerës. Dhe pra e përmeni Kafenin që edhe sot e la shikohet, ka mbajtur disa vite në treg. Sot për shumë seriale dhe shumë influencera në për TikToka, në për Facebooka, pra një muj, 2 vjet po bjen sepse tregu i madh. Edhe kjo është një sfidë besoj për juve, edhe si producent edhe si aktor që më majt veten gjatë, ose më ndryshu diçka në serial. Po, unë e ceka, për shembull, të Kafeneja jonë, gjatë kohës, nëse s'gaboj, ka qenë për një 10 vjetë nëse s'gaboj. Ato afër. Në një anë u konë ma vështirë, po me qëndru në treg, u konë pak ma letë. Për arsye se gjatë kohës sa ka qenë Kafeneja jonë, maksimumi janë konë edhe 2 seriale atjerë. 2-3 vjetë më doket i ka ra me konë edhe Familja Moderne, një sezon 2 Tre Gjerman të Trashe, edhe janë konë dhe seriale tjera që nuk janë konë të njëjti nivel me këta. Kështu që, kur ti është i vish vetë në treg, normalisht që kime pas sukses. Sepse publiku nuk ka edhe diçka tjetër krahasuese. Ka alternativa të tjera. Edhe nuk ka alternativa tjera, po edhe nuk ka qysh me të krahasua je i mirë, je i keq. Megjithse, shumë respekt për atë serial, ai ka qenë një serial legjendar edhe që shikohet edhe sot. Bili mu ka keq kuptu një farë pjesë me një televizion për shkak të premjes të keqe që ka qenë, ku këmë folë për Kafene, po une edhe producentin e serialit
shku ministrevën e kom pas edhe profesor për 4 vjetë, kështu që ne po dyshim që kam shumë respekt edhe e që ma i shumë punën e tina edhe serialin përgjithësi. E sot është normalisht që është më vështirë, sepse çdo natë minimumi dalin 2 deri në 4 prodhime që quhen seriale, që quhen emisione, që quhen filma. Sot është shumë lehtë me bërë një video. Mjafton një telefon, një iPhone me pas edhe kryhet apo telefoni i plotson këtë kushtet, gjeron kvalitet mirë, edhe në rregull është. E në atë kohë nuk u kon kështu. Për këtë arsye tash është shumë më vështirë sepse është konkurenca është shumë e egër, është jo e pastër, edhe jo e drejtë. Kur thoni jo e drejtë, çfarë kuptimi? Po për shembull, tash më duhet me fol për serialin tim. Unë kam një serial që quhet Shtëpia e Madhe, që është një serial familjar, është dramë, është e bazuar në fenomene dhe në ngjarje të vërteta. Jo ngjarje që me thonë konkretisht e një familje, po është e bazuar në shumë familje, ose një familje normale në Kosovë. Edhe që ndodh tash, unë këtë aktorët i kam profesionista që kanë kry Akademinë e Arteve, që kanë bagazh, mas ne edhe anën teknike. Unë xhiroj për shembull me drejtor fotografisë, jo me kameraman thjesht. Xhiroj audion e marr po ashtu me profesionist, montazha bëhet prej një profesionistit. Unë vetë jam profesionist që e shkruaj, e bëj regjin. Mënyra e xhirimit dhe analizimit të serialit është me standarde që bëhen në botë. Tani ato standardi është më i lartë, më i vogël, normalisht nuk krahasohemi as me Evropë, as me Ballkan, ashta lejmo mos flas për Hollywood. Po edhe që ndodh, ti e bën na xhiron deri në 3 ditë një epizod. Tash, po dalin dhe produksione tjera që kurrë s'kanë bëj me profesionalizëm, qohën xhirojnë për një gjysmë dite, edhe kostot i kanë shumë ma pak se ti, edhe ai quhet ta poston apo kupton, quhet e publikan, megjithëse unë respekt për gjithë kanë. Po është pak e pa drejtë në kuptimin që ti jep shumë sakrificë dhe mundosh me bëj ç'është duhet. Ndërkohë që del dikush që s'ka të bëjë me këtë punë edhe sa është e njohur audienca, ata që shikojnë për këtë punë profesionale, jo profesionale, për shembull kamera, zërimi kështu me raste shpesh herë dhe ne si televizion ne kemi këtë problem, do thotë. Ne marrim një kohë me çu ekipën, me bën një histori të caktuar, ndërkaq del dikush me telefon edhe në favor me bë konkurrencë padrejtisht. Unë po them fatkeqësisht sot nuk po këshyret shumë kualiteti, më shumë po këshyret kuantiteti, më shumë po këshyret konsumi. Domethënë njerëzit janë çaq shumë të etun për me konsumu gjana, edhe kryesisht, edhe fatkeqësisht gjana, edhe prodhime, gjithmonë flasun e veç për prodhime televizive, nuk flas për prodhime tjera. Nuk janë shumë të hajrit, ose nuk janë diçka që mundet mja po dikush hajrin, po kryesisht janë prodhime nivelit ullt. Na e dina që me qitë një video diçka pa lidhje, një video diçka ai boni me këto diçka, na i çapo diu ne, aja domon është shumë e klikueshme se sa me qitë një lajm të mirë diçka, një lajm, një këshill, një diçka, që është fatkeqësi, po kjo nuk është veç te na. Mendoj që është problem global. Edhe që s'ka të ndalur fatkeqësisht. S'ka të ndalur fatkeqësisht. Se këtë ka bërë bota e media sociale, do thotë është një send që është trend. I kemi disa foto që kemi për zgjedhje dhe regjia, po fillojmë me këto, në këtë rol je në stadione, i bën më i njohshëm ose më i njohur për publikun apo? Po. Ç'është ke ideja e këtij rolit? Ky personazhi e Latës ka filluar prej serialit Shërbëkënazi. Një serial që është realizuar në vitin 2019. Edhe unë aty jam hi si pjesë e atij serialit, diku në gjysmë serialit kam hi. Edhe
prej aty ka nis Ardi Islami që ka qenë skenaristi i serialit Shpërhënozim, ka thirrë dhe bashkarisht e kena bo këtë rol që përfundon të jetë një prej roleve më të mia, më të suksesshme të mia. Pse ke ndru role disa raste, ose tash e shtëpia e madhe kështu me radhë, vazhdon njerëz të njohin si FC Lata, domethënë nuk. Po, është vërtet sepse me FC Latën edhe kum debutu, po edhe kum nejt këtë gjatë. Te Shpërhënozi kam dikon rreth 20 e diçka epizoda. Tani mas nejt e Lata janë dikon rreth 158 epizoda nëse s'gaboj, që i bjen dikon rreth gati 4 vjet e jem kon aktiv me këtë rol, edhe normalisht që tash të shtëpia e madhe unë kam një rol tjetër, po që mundet më quajt ai rol nashta edhe epizodik, jo se nuk jem kon çdo epizod, edhe në ato epizoda që kam qenë shumë pak, edhe normalisht që nuk mundesh ti mja hek tash Latën edhe mja qit personazhin e ri. Sa ta janë mësumet po me qit Latën dikon rreth 170 epizoda. Në projekt televiziv është ky rol pra i pari, po mërej. Po, kështu në rol kryesor që kam pas po. Nësa dhe në disa projekte ke marrë pjesë. Po, kena pas rolin edhe në përket serialet, thuaj se më kanë role epizodike, role të vogla kështu. Për me njoh një aktor ose për me debutu më shumë, ose me debutu më shumë, duhet me pas patjetër rolin kryesor, ose me qenë ndër rolet kryesore, apo si pjesë e një seriali të caktuar pjesërisht nuk ban fort me tregu veten? Ose ta minimizojnë aftësinë, kuptimin që njerëz nuk e dinë, ose vetë kjo aftësi, por nuk ti për mundësia me shfaq. Kjo është pak, unë në gjithmonë profesionin tem, profesionin ton, e marr me shembull dhe kthej në futboll për arsye se njerëz e kishin futbollin pak më shumë dhe kuptojnë pak më shumë, sa më i thjesht. Normalisht nëse je sulmues, edhe sulmuesi pritet me dhon goll dhe jep golla më shumë. Këtë rast sulmuesi i bën me roli kryesor të na. Ndryshe është ai që fillon për minutës të parë dhe ai që është zëvendësues dhe hen diku ka minuta 70. Edhe pse ndodh mrekulli, edhe për atinat që hen për 20 minuta, 15 minuta, ndodh jep goll edhe. Apo kupton? Mirë po, ato janë raste shumë të rralla. Edhe këto normalisht që një aktor në debutu ma let, edhe me kallëzu veten më shumë, duhet me qenë të paktën ndër rolet kryesore. Po edhe kur të marrësh këtë rol, ti paraprakisht duhet me pas role dytësore, role tretësore, me pas pak një karrierë, një bagazh që kur ti dikush për role kryesore me kon i përgatitur pak. Do shta pyetje jo arsyeshme, por a moment kur ke luajt për herë të parë dhe i pagu për herë të parë me këtë si aktor, ndjenja e saj, që për herë të parë u bona me rrugën tem si aktor, me këtë shkollim që kum kry, këtë mund që kum ba? Po e moj men, jam kon student nëse s'gaboj në vitin e dytë, edhe në atë kohë u kon sezona e parë ndoket e serialit Çako shtëpia. Edhe Agan Aslani ka qenë asistent aty edhe për më thirë. Me thonë drejten, ke një farë ndjenje për mu interesante. Na këshim lujt filmat të studentave, filma, dhe në këshim dalë në para kamerës, nuk është që këshim dalë, për nuk ish, ato ishin kryesisht edhe ti me shku mjënimu studentave të regjist filmit. Edhe ta për detyrë shkollore me bo një film, na me shku që të me lujt, mjënimu atina. Po kur erdhte Çako shtëpia filloi e pat një sezon tepër të fuqishëm, filloi një havë shumë të madh. Edhe nëse s'gaboj jam kon në episodin 11. Me një skenë ku Nasser e lun një pjesë të filmit Godfather. E unë jam ai tipi që i shes asnjë farë portokalla e çapo dione. E aty u kon pagesa e parë që e ku marrë edhe një rol pak më serioz ose para kamerës. Një rol që më thirr shtëpisën me thonë hek qëni. Qëni sonte Çako shtëpi. Qëni sonte prit në New York, qëni unë jam ja 3 minuta që aty, po. Kemi një foto tjetër regjia nëse mund ta shohim së bashku. Kjo është ke bënë tekst na nuk i morëm tekstin, po ke treguar për punën tek shtëpia e madhe që e vet producente Kreti Baveta, po? Në pjesë kryesore në vazhdimja.
Pra, një pjesë sfidave të aktorëve të sotshëm është që në farë secili gati projektet e veta nga A deri në Zh. Pra, me skenarën, me regjie, me ku dimë se thash. Fatkeqësisht po. Apo imponon tregu këtë sen? Tregu imponon. Na, si treg, si komunitet, çka hekum mas shumë, nuk hekum për aktor, nuk hekum as për pjesën teknike, ka kamerman, ka regjisor, ka krejt janë. Çka nuk ka, ose ka pak shumë, është producent. Producenti është ai kryesori, është ai moja e piramidës, ku ai i jep jetë një produktit. Është ai që kujdeset sidomos për anën financiare. Kështu që na nuk kena, ose kena ekstrem pak producenta në Kosovë, edhe ke mungesë për këtyre producentëve na bën që tani do të marrë na vetë rolin e producentit, e në shumicën e rasteve dështojmë se nuk di me bo. Une prej punëve mas shumë të që më vjen, ose mas vështiri që e kam tash të seriali Shtëpia e Madhe është të pjesa e producentit. Aty, se producent nuk është që me adhon pare, po është edhe mi gjetë ato pare. Kështu që është shumë sfida e madhe për arsye se unë e shkruaj edhe skenarin. Skenari është pjesa ku mas shumë të merr kohë. Është punë që nuk li parar, po është punë që të merr kohë mas shumë të. Kështu që në pamundësi tani edhe me zhvillu mirë këtë punën e producentit, për shkak që jam i në zonë, tani kur dalëm xhirimin do të më shku edhe me kry punën e regjisë. Pe kam shumë pamundur. Kjo e bën që na aktor tani duhet më marrë mungesë të producentëve. Kemi një foto me Ramiz Ladrov, Sinergjia është radhës, themi të kjo foto. Ramiz Ladrov që momentalisht ka qenë kryefjala në zgjedhjet e fundit, zatën edhe të rregoj vetëm, mirë që fitoj se me pas humb, këshin thonë ke qëptarë që shtu na kema det, ke hup. Po e lëmë Ramizin, por çfarë shtyni ty me në politikë? Qëre, unë nuk jam në sens në politikë, e di që edhe kur kom postu për zgjedhjet e fundit, ku pas për aty një komenteve që më kanë thonë shumë keq që hinë politike, më krasëshin edhe me disa kolegë tjerë që janë hinë politike, tash janë as me politikë, as me kësi. Me kandidu për asamble nuk e shë diçka shumë politike, ose politike ronë, me thonë. Asambleja është e lehtë edhe nuk është që në asamble ti pritet me bo naj legj, naj diçka. Aty kryesisht është kime votu naj projekt, naj qësi. Kështu që nuk kam ambicje më marrë me politikë. Arsye pse në fut, me thonë drejten kanë qenë pikrisht kryetari Ladrovci, kum pas dëshirë mi u bo krah, kum pa që është ma adekuati në këtë zgjedhje për kryetar komunën Drenas, edhe kum vendos mi u bashkangjit, edhe me ndihmu aq sa unë ka mundësi. Pra, si pas josh është meritor Ladrovci me vazhdu +4. është shumë meritor, unë nuk e kam njoftë shumë ma herët zotin Ladrovci, personalisht e kam fjallën, se kështu se jamën normalisht që e kam njoftë, po personalisht, privatisht, nuk e kam njoftë shumë. Kur kam fillu me njoftë shumë, jam bind që i me të vërtet e meritan më konë të paktën edhe këtë mandat, edhe për këtë arsye edhe jo më afru me ndihmu. Tash jeni jashtë politikës, do më thonë. Qatë pjesë gjatë fushatës, keni qenë pjesë e politikës, tash e keni lanë anash, apo? Po. Une edhe gjatë kohës sa ka qenë zgjedhjet, unë nuk është që jem marrë me gjona tjera. Nuk jem marrë, kryesisht i ku mik ofendime, i ku mik nuk më dasht me folë për asë një kandidat, Ka qenë një fushat ndryshe në raport me tjerë, që është dinë? Po, unë e ku më dasht thjesht me promovu kryetarin, me promovu idetë që i këna folë me kryetarin për 4 vjetë e ashme, kryesisht këna folë për idetë që mund të takojnë, nga ona e kulturës, rinis edhe sportit. Nuk është që në këmë folë me kryetarin për le ndërtime e këtu, se nuk është që marrë veshën në atë pjesë, nuk jam adekuat. Edhe ku mundu që mos më ofendu kërkan, mos me përmen individ caktum, gjithë se cili e ka mendimin e vetë, e ka punën e vetë,
edhe tash kanë përfunduar zgjedhjet, tash vazhdojnë jeta. Edhe jam kthy tash me serial më marr aktivisht. Ka hapësirë për aktivitete kulturore në Drenas, që i ka rregullu diçka Ramiz Ladroci? Ka, po çfarë është më e mira, në Drenasi ka shumë aktor. Ka shumë njerëz që merren me art. Ajo që ka qenë ambicie, ndër ambicet e mia, në komunën e Drenasit është me bëllë një teatr profesionist, ku më me thamë pa modesti që kishë bo një prej trupave teatrit më të mirë në Kosovë. Tu e përfshi këtu teatrin e Prizrenit, teatrin e Podujevës, Mitrovicës, Gjilanit, Pejes, sepse gjysa e ansamblit të trupës që nëse i shbon Drenas janë figura publike. Figura që publiku ishe përdin në televizion. I njohin. I njohin edhe për qytetarët e Drenasit i shkon këgja mirë me pas mundësi me i pa dhe në teatr, në qytet vetë, këta njerëz ose këta aktor që ishe çdo natë në televizion. Teatri e ka të magjinë ndryshe. Televizion e dina mundet me pëlqy diku e krejt, po së në mprejk. E kështu që në teatr manin frimarrjen, manin tecme, abdin është original. Është original, është diçka tjetër. Pyetja fundit për politikë, çka solli Ramizin prapë në pushtet? Sepse është komentuar puna tina si komuna ma transparente, po është komentuar çështja e mënyra e komunikimit të tij me audiencën, me gazetarë, unë mendoj që drejtësia e tina. Me të drejtën, unë jam habit të pos parasysh që është politikan. Unë jam habit se sa i drejtë është. Se po thamë këto, në çdo takim, unë kum prit pak që kur jem pak veta në tavolinë, kur ti jena mas kamera, nuk jena në fushat, po tash jena shku dikën, jena të hongra të pija, përdin, edhe kum prit në i fjallë që ai mundet me thonë, po thonë në i dredhi, po ka ndodhe kundërta. Ai ma shumë në ka full, kur jemi konë privat, në ka full për mos me bo dallavere, mos me bo qapo dijone, se sa kur ka full publikisht. Edhe jam fascinu me të drejten me drejtsin që e ka pos. Edhe tash, e patëm një takim me listën e asamblistave dhe u flet këse nuk ka mujt me i fitu 50% të asambles, duhen edhe 2 ose 3 asamblista. Edhe njona prej gjanave që e tha aty, ta kushdo që sjell asamblista tjerë të na, dini që pazarën e mu nuk ka. Nëse dojnë me arë, nëse ju ka pëlqy ajo që ka bojnë ana, le të vinë. Për ndryshe, unë nuk baj pazarën me kërkën. Edhe menaj që kjo ka qenë një ndër arsyet, sepse ka fitu kryetari Ladroci. Përveç punës të mirë që ka boja nuk diskutohet, tash u shpalla për herë 7 kampion, kështu që ja poftojnë. Veç stadiumin së pësil Drenase. Një stadiumi ka pas përmen, pas e duket ka... Stadiumi nuk është i përket atina në sens, nuk ka kompetenca, po ai po beson që ka me ardhë, për arsye se so kam informata të ishin kryde, var matje qenë ato, fizibilitetit, testimit a qenë ato, kështu që janë hargju dhe pare për atë farpuna aty edhe... Duhet me fillu. Duhet me fillu, edhe menaj që ka drejtë, sepse stadiumi nuk besoj që ka vend më të mirë. Është mes të Kosovës, është afër aeroportit, njerëz që vinë për janës Dukaxhinit nuk kanë nevojë me hine për kryqëzet me bo kolona e sana, kështu që ka shumë përparësi. Ka shumë përparësi. E kemi edhe një foto të fundit, duket është diçka me prindin, apo? Po. E kemi edhe një koment atje që nuk po e shohim bashkë mirë, por e ke prindin i cili nuk jeton. Nuk po dojmë me të prej këtë pjesën, por na tregoni me qenë se po ngjon edhe shumë edhe në fatëm, pra prindi juaj nuk jeton. Është nga personat e zhdukur që ka plot personat e tjerë, dhe ende nuk është gjetur apo? Jo. I në rritur veç me nanën? Po jam rrit me nanën, me vllaun edhe me 3 motrat. Prej 98-s. 98-s. Edhe sa është e lehtë me pasit sukses aktor edhe njohër
pa pas nonin prind. Ne edhim, sidomos këtë rast roli i babës është shumë i rëndësishëm në çdo familje, edhe duhet një farë mundi, një farë sakrificë edhe nanës edhe vllaznive gjithë për me ngrit dikan, nëse është pak ma e shkafet një punë apo profesion ti apo të saj. Qëre, mendoj që Zoti të merr diçka po t'jep edhe diçka tjetër në këmbim. Mu është e vërtet që ma ka marrë babën, ka qenë caktimi i tina, po ka dhënë diçka tjetër që nashta është hala ma e mirë. Unë mendoj që mënyra fakti që jam rrit pa babë dhe mënyra që jam rrit deri këtu janë ndër arsyet kryesore për këtë punën që unë e kam bërë deri sot. Nashta që i fakt që unë nuk e kam pas një babë më pështet dikon, një babë që eventualisht pres me kry punët, por do është mi bo vetë. Po e kam pas edhe një familje, sidomos nanën, që bajagi e ka kry edhe punën edhe detyrën e babës. Kështu që unë nuk jam pishman për fëminin teme, unë nuk i lëtë, që më thonë, edhe nëse kësha pas nështë mundësin, me rikthy, mënyrën që shem rritë, se normalisht që është e babës, pa të shumë që janë diskutohet, po krahasim me gjeneratat e sotit, menoj që jena një gjenerat komplet tjetër. Jena ma të fort, jena ma njerëzore, më i me thonë. Ka përshkon gjenerata e re, si pas jësh? Ka robotat. Kuptimin, jo robotat si teknologji tash janë dalë të robota ashtu për një me, po njerëz po fillojnë pak më bërë robota. Gjeneratat e reja nuk e kanë ndjeshmërinë që kena pas na, nuk e kanë respektin që kena pas na, nuk e kanë njerëzin ose që mi thonë që e kena pas na. Na menoj që e kena shiju jetën ma mirë. Sët, unë e kam edhe nipa, kam mesa, tash e kam edhe djalin e malë 4 vjetë e gjysë, që janë shumë ma shumë ta pasionun mas teknologjisë, mas iPad-av, mas televizorit, mas qabëdijone. Na nuk i kena pas këtu, po nuk është sidomos gjenerata jam, në kohët teme janë dalë dhe kompjutera, janë konë dhe kompjutera. Edhe i patu mbo kompjuterin, po prap se prap, kena najt 1 orë, 2 orë, 3 orë në kompjuter, po pjesën tjetër, ka vazhdu jeta jashtë, ka vazhdu jeta me shoqni, ka vazhdu jeta, abden, të në kohën i na konë, nuk na kanë nda prej njerëzës, po di nashta me spjegu mirë. Sët telefoni po të ndonë për njerëzve, njëna bo edhe na ta shërëb. Pjesë e sajnë. Pjesë e sajnë edhe rëb. Telefon duhe si pëllë. Edhe, sidomos, one jam bo këgja shumë, jo me qef, po për shkak të punës. Për shkak të punës, kur ti është tash po këthejmë në fillim, po kur ti është producent, edhe kur ti është krejt, dhe të në kohën do është me këshyr komentet, do është me këshyr viewsat, do është me këshyr kërkesat e aktorëve, do është me bisedu me dikan për një lokacion, edhe në të në kohën, tash vetë një mjetë që do është me kryan për mes telefonit. Po jo të gjithë rinia e kanë telefonin si mjetë për me përfitu ose me jetua. Ta realisht shumica shkojnë, dhe më thonë, në këshyr në blojnë atë kohë. Ja, e kanë për qef, e kanë për arkitem. Të shosja TikTok-u të rinë këtë në përdo. Një prej çështje për punëve tek aktorët e rinj që kemi pa janë për shumë në për xhami, pra qërojnë, falën, krahasim me gjeneratat e vjetra. Nuk është që kemi njohur në kuptimin nga afër, por të pas parasysh qëndrimit e tyre, prononcimet edhe mos prezantimit e tyre në për xhamia. Çka po ju bën juve aktorëve të rinj me shku në xhami, me fal, në këtë rast me agjëru, me qenë pjesë e fesë, njëkohësisht me qenë edhe prej aktorëve më suksesshëm. Qëre, se çdo, kjo nuk ka ndodhur veç te artistët, po ka ndodhur në çdo lami. Po. Nëse i shohim na fotografitë e para luftës, fotografitë e viteve 60-70, kena po që xhamia ka qenë kryesisht me plisa. Gjithë. Edhe rinia nuk është që janë shku, se ata kryesisht kanë pas më marrë tani me punë ashta fizike matrona, po edhe normalisht ka mungu vëdësimi. Sot, shoqëri prej Zotit, është mënyra e informimit është shumë më e shpejtë, është më e kollajshme, është më gjithçka. Edhe ka ndodhur uzu tash rinia shumë. Edhe në çdo profesion ka ndodhur edhe te na. Ma herët gjeneratat ma herë e kanë pas pak ma vështirë me thy pak çat tabu.
Po ka pas edhe prej atyre aktorëve që kanë qenë shumë pak, nashta këtë komunitetin artistik kanë qenë 2-3, edhe që e kanë mojt edhe e kanë shty me gjëks këtë farë pune. Kur kemi orë na si një zhëmë pak ma re, na e këna pas pak ma letë. Një pas përgatitë një pak. Ja ka fillu pak aja rruga më të rasu. E sot, shqyqyr për i Zotit, po që është ma e mirë, është që për një mena jena edhe të lidhën, përveç që na lidhë profesioni, tash na lidhë edhe feja, edhe jemi të në kuhën bashkë, pavarësisht a jena si në projekte, kësha me këta djemë të ligjikonomisë, me Dardanin që është të Gjaku Shpia, me është ai Shkumbini edhe që ka qenë të hetësia, do më thonë na e kena një grup që nuk shka 1 orë, 2 orë pa u shkrujt, pa alquna i fore. A keni qenë numre jo? Unë e jo. Ta kanë qenë duket gjithë, një pjesë e madhe për mënej. Po, kanë qenë, Albanis ka qenë halo, asone, as Shkumbini, une, inshallah, me lejnë Allahot, me nëntor pres më shku tash. Pas ka ardhë vëkti. Këto pra gjykimet që janë të në shoqërinë kosovare dhe me gjerë. Hala vazhdojme që janë nalë pak, për shembull në si e fetari i prapambetër ose në si e fetare prapambetër. Ne për shumë i që kemi deputete me shamin konvent, kemi pozita të larta në institucione ndryshme, kemi edhe aktorët, si që një dhe të tjerët që fetaria nuk pëllem rapa, po vazhdoj dhe përjenë ma sukseshëm se sa do që dim me folë se me thonë që feja është opium me të thash, që dim me shkretu ka herë. Po ai që ka kuptu fejnë mirë, besoj që e din saktësisht që feja jo që ndalen, po feja është ajo që shtyën për me pas sukses. Këto mendimet është e vërtet që ekzistojnë, ma herët kanë ekzistu shumë ma shumë. Menej që kanë ardhë dhe kanë metë nashta prej kohës të komunizmit. Janë të shigu. Në kohë ku prind tonë ma herët me arsye, nuk i kanë lënë fëmijët me shku në shkolla, për shkak se që kanë mësu në ato shkolla, edhe mendoj që tash ka disa individ që vazhdojnë me i qu për para këto ide. Po që zote tash sanet kanë ndryshu, po dëshmohet e kundërta, sot kemi mjek, kemi arkitekt, kemi artista, po ka dhe këngëtar, po... Po, kemi plot. Në kënë fund, për komentoj pak së të foto që të kemi mrapa. Kedi kolegët e FC Latës. Që shmet puna e Latës për mes, harrua me të vetë në fillim. Kusho Lata? Lata është një personazh që une portretizoj si një veteran të luftës, që ka kontribu shumë në luftën e fundit, po pak e kalon lufta me pasoja, dhe është pak i vrajshë, është pak që nuk vejt 2 herë, që punë kryesisht me kry me dhunë, është komedi ka qenë. Pra, je pjesë e medjave ndryshme, në për televizione ndryshme, sepse ka jetë din aktorët më kanë shumë bëllën para medjas. Ne dim që mi bëjë shumë media, por dhe ne kemi nevoj për ju, që është kemi edhe ju nevoj do njerë për ne. Pra nuk jeni nga ata që janë të mbyllur totalisht për media, ju shumë i shpeshme për intervista, storje ndryshme. Spitari me dalë. Nëse keni angazhime kuptohet, por... është e vërtet që normal me media duhet me qenë prezent, duhet sepse edhe mediat na ofrojnë diçka, duhet edhe të mi ofru mediave diçka. Për shkak të angazhimeve kohët fundi nuk është shumë që kum pas mundësi me shku në emision, ashta në 5 mujt e fundit është tash ky emision që Seft, ha? Edhe për shkak që kesh i angazhuar me zgjedhje, po edhe për shkak të serialit. Seriali shpia më konsumon jashtëzakonisht shumë kohë, kështu që kum pas shumë problem më kon pjesë krejt emisionit. Për shkak të foto të kemi në mes Ladrovsit, do të thonë konsideruar si një i politikës. Të shpia madhe edhe po e mbyllmi. A planifikohet, është planifikuar sa epizoda apo më varet? Janë planifikuar një numër caktuar të epizodave.
që na besojnë dikon rreth deri në 15 epizoda këtë sezon, e 5 ka dalë, kanë mbetë edhe 10, që i bën dikon deri ka fillimi i janarit, nëse s'ka bëj. Po çore na jetë në Kosovë jetojna. Se dihet. Te planifikon për 15, po mund më dalë edhe veç 10. Dhe në këtë rast, kur dalin veç 10, me i herë du të me mendu idenë me fillu diçka të re. Po. Une me shumë gjas, nuk pjaqes pikën, po me shumë gjas, këtë do tjetë edhe sezoni i fundit besoj i serialit, që është sezoni i tretë. Fatkeqësisht me qef na e shumë vazhdu alo ma shumë, po është shumë problem. është projekt goxha i kushtueshëm, që Ka kostën e lartë. Tash edhe ma herit i kam dikun rreth 13 ose 14 aktor që të gjithë kanë potencial me konë role kryesore. Edhe është goxha vështirë me mojt në një ekip, plus edhe ekipa mas kamerë nuk janë ekip e lirë, janë njerëz. Njerëzit e shikojnë ato çfarë është publiku për shembull në televizion ose në YouTube, nuk e dinë që mbrapa kamerave është një luftë e madhe në kuptimin pozitivisht që punë e madhe. Ranit, faleminderit shumë që ishe pjesë e këtij misioni, të dëshojmë suksese, edhe mos në haron do kush është numri. Inshallah, është kënaqësi, faleminderit edhe juve, e shumë suksese. Atëherë të nderuar miq, takohemi nesër dhe atëherë më mbeshim me programin tonë në vazhdim. Kush janë ekspertët që